Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sonte pranë jush do të vi me një histori jashtëzakonisht të dhimbshme. Bëhet fjalë për një rrëfim që ma ka shkruar një grua nga Tirana, për një rast që do të na shokojë të gjithë. Disa zëra vinin nga varezat e Tiranës. Në fakt vinte një zë fëmije, por në momentin kjo grua, e cila banonte aty afër varezave, afrohet pranë varezave, atë që ajo e shikon do t'ju trondis të gjithëve. Dhe në fund të këtij rrëfimit, unë dua të them disa fjalë për këto nëna që pretendojnë të bëhen nëna dhe nuk kujdesen dot për fëmijët e tyre. Unë jam një grua e thjeshtë, jetoj buzvarezave të Tiranës që prej shumë se 10 vjetësh. Për shumë njerëz ky vend të duket i frikshëm dhe e kuptoj. Natën, varezat marrin një pamje tjetër, heshtja ndërtohet si një mur, ajri bëhet më i rënd, e sikur edhe hëna ripezull për pak, duke vështruar gjitha të tokë që fsheh histori të heshtura. Por unë jam mësuar. Unë jam mësuar që të hec, të kaloj në atë lagje, kam ecur me mijëra herë në atë rrugicë që të çon drejt banesës time, si mua, ashtu dhe komshinët e mi. Edhe kur fryn erë, edhe kur dëgjohet ndonjë ulërim maceje, edhe kur ndonjëherë më duket si kur dëgjoj zëra që nuk janë zëra, e di që është vetëm një imagjinat, e di që nuk është e vërtetë. Por ajo natë nuk kishte asnjë gjë të zakonshme. Ishte ora 23:04. E mbaj mend sakt, se po shikoja orën kur po mundohesha të mbyllja dyert e dritareve, që kishin ngelur pak të hapura. Ishte mars, ajo periudhë kur nata është e ftohtë, por nuk është natë dimrore. Dhe era e saj sjell aromën e shiut të papar. Po kujdesesha që të mos hynte ajër shumë i ftohtë brenda shtëpisë, kur papritur ndalova. Sikur trupi im reagoi para se ta dëgjoja mirë. Një tingull i holl, i dridhur, edhe një tingull i lodhur. Fillimisht nuk e kuptova se ç'ishte. Një zë që nuk duhej të ishte aty. I papërshtatshëm për orën, për vendin, për natën. Mu duk si kur ishte zëri një shpendit që humbet drejtimin mes degëve. Pastaj si kur ishte fshfërima e barit. Por jo. Ai tingull nuk ishte as kafshë. Ai tingull ishte vaj i një foshnje. Nuk ka nën në këtë botë, madje as femër në përgjithësi që nuk e dallon menjëherë atë zë. Vaj i një foshnje kur është i friksuar dhe sidomos vaj i një foshnje kur është vetëm. Mu mpiks gjaku. Aty te krahërori ndjeva si kur dikush më shtypi me grushtë. Jo, nuk ka mundësi për shpërita me veten, nuk ka si të jetë vërtet bebe. Jo natën, jo këtu mes varezave. Por zëri u përsërit. Këtë herë edhe më qartë, më i holl, më i mpakur dhe më i frikshëm. U vesha me vrap, as dritare nuk e mbylla, as shelsa nuk i mora, thjesht dola. Dola si e çmendur, me hapët e shpejt duke dëgjuar rrahjet e zemrës time në vesh.
varezat ishin të errta. Ajo errësirë që nuk është thjesht mungesë drite, por një lloj boshllëku që gëlltit të gjithçka. Kur dola në rrugicë, era më përplasi në fytyrë dhe më vuri në lëvizje edhe më shpejt. I hapa dritat e telefonit, por ato dukeshin qesharake përballë asaj errësire. Sa më shumë afrohesha, aq më shumë zëri bëhej i qartë. E dija që vinte nga brenda, nga pjesa e pasme e varezave, aty ku janë varet e vjetra të viteve 70-80. Aty ku askush nuk shkon natën. Këmba më rëshqiti 2 herë ndërsa hyja mes pllakave të ftohta. Telefoni më dridhej në dorë. Era më sillte aromën e dheu të lagur dhe trupi im ishte i mbushur me një tension që se kisha provuar kur më parë. Dëgjova përsëri vajin. Thash, o Zot, nuk ishte as vaj fort. Ishte një vaj që dukej sikur po shuhej. Ula, i afrova dritën e telefonin pran barit, pran gurëve, pran një peme të vjetër, dhe aty e pash. Një batanie e thinjur sikur e hedhur me nxitim. E zhubravitur, e lagur në përskaje. E brenda saj një krijese vogël, një foshnje jo më shumë se 2 muajshe, me fytyrë të prishur nga të qarat, me duar të ftohta, me buzë të dridhura dhe me një sy gjysmë të mbyllur nga lodhja. Zoti e di, aty mu thye zemra. Nuk jam e re, kam parë shumë gjëra në jetë, kam humbur njerëz, kam parë aksidente, kam parë varfëri, dhimbje, tragjedi, por kur s'kam parë një bebe të braktisur mes varezave. Në një errësirë të tillë, të lënë në mëshirën e kafshëve të acarit edhe të frikës. Nuk e di si më mbajtën gjunjët. Ula pranë dhe u përpoqja të mos trembesha. Kur e preka batanien, batania ishte akullt. Ja mora krahët e butë, fëmia lëshoi një vaj tjetër, por këtë herë dukej më shumë si thirrje shprese, sikur më shpëto. E mbajta ngjitur në gjoks, i ambulova kokën me duar që të mos i futej ajri i ftohtë. E ndjeva trupin e vogël të dridhur dhe ishte kaq i lehtë sa u trëmba mos e shtrëngoja shumë dhe do t'i bëja ndonjë dëm. Dhe në atë moment, unë qava. Nuk mbaj mend kur qava herën e fundit me aq shumë dhimbje. Telefonova ambulancën me duart që më dridheshin, fjalët me zi më dilnin, ju lutem, nxitoni, është një foshnjë, këtu, në vareza, po vdes nga i ftohtë, ju lutem. Mjekët erdhën pas disa minutash, por ato minuta mua mu duken orë të tëra. Kur ndriçuan zonën me dritat e ambulancës, unë isha ulur në tokë duke e mbajtur foshnjën në krah. Sytë më ishin mbushur me lot, fytyra më diqte nga lotët dhe era e ftohtë por se lëshova. Një mjek më preku shpatullën edhe më tha: "E keni shpëtuar. Po mos të dëgjoni të vajin, do t'ishte shumë vonë. Ai ka qenë këtu, sipas mjekësisë, për shumë orë të tëra", më tha. Unë s'munda ta përfytyroja shumë orë, vetëm në këtë vend, në këtë errësirë. Kush e lë foshnjën në këtë mënyrë? Çfarë dhimbje, çfarë tronditje, çfarë jete duhet të ketë kaluar nëna e tij? Sa e morën në ambulancë, unë isha pas tyre. Një polic më tha që të rija pak më mbrapa, por nuk e lëshova. Kam fëmijë.
Unë e di ç'do të thot frika, e di ç'do të thot ulërima e shpirtit. Në spital dritat e bardha më verbuan, mjekët lëviznin shpejt, njëri tha lëkura e tij është shumë e ftohtë, rrahjet e zemrës të ulta, tjetri i dha oksigjen, sytë e tij u mbyllën, por tashmë jo nga lodhja, por nga siguria që u ndjen në duar të ngrohta. Aty në korridor me trupin që më dridhej, afrohet një police dhe më thot: "Kemi gjetur nënën." Sytë e mi u bën të mdhej. "Si, po, është mirë, po pse?" Ai uli kokën. "Nuk dim shumë ende, por nuk ishte në gjendje të mirë psikologjike." Kaq mu desh, mu shua zemërimi. Unë des një tjetër dhimbje. Dhimbje për një grua që mund të ketë kaluar ferin, por asgjë nuk e justifikon rrezikimin e jetës së fëmijës. Kur mjekët më lejuan ta shikoja për herë të fundit, atë natë u afrova ngadalë. Foshnja tani flinte. Trupi i tij tashmë nuk dridhej. E kishte një qetësi që më theu shpirtin edhe më shumë, sepse e dija që ajo qetësi kishte ardhur pas shumë orësh terrori. E putha në ballë dhe i thash: "Rritu shpirt, bëhu i fort, ti ke lindur për t'jetuar. Nuk e di ç'do të bëhet me ty, por shpresoj që Zoti të t'i japë jetën që ti e meriton." Atë natë tuk fjeta, nuk ndenja në shtëpi. Me dritaret e mbyllura, por me veshët e mi vazhdonte të ndëgjohej ai zëri holl, ai vaj që kërkonte shpëtimin. Edhe që nga ajo natë, unë nuk jam më e njëjta, sepse e kuptova se jeta mund të varet nga një zë i vogël, nga një njeri që dëgjon, nga një dritë e telefonit, nga një hap i shpejt, nga një nën e humbur, nga një foshnjë që nuk dorëzohet. E kuptova se heroizmi nuk është gjithmonë me uniformë. Ndonjëherë thjesht një grua e zakonshme që dëgjon vajin e një fëmije në mes të natës, dhe e kuptova diçka tjetër. Zoti e kishte shkruar që e foshnjë të jetonte. Dhe ai vaj i tij i dobët, në atë errësirë, ishte thirrja më e fortë që kam dëgjuar ndonjëherë. Në fakt unë dua që të them një diçka. Të bësh një fëmijë dhe të sjellësh një dritë në jetë nuk është e lehtë. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Por të paktën nëna të dashura, në asnjë mënyrë nuk justifikohet veprimi i kësaj nëne që ka shkuar ta lërë fëmijën te varet. Më mirë dërgohe në spital apo në jetimore të kujdesin ato, se sa ta lësh te varet. Ajo është një kërcënim që ti i bën atij fëmije. Tregohuni më me zemër, tregohuni më të ndjeshme, sepse jeni nëna dhe nuk ka dhuratë më të bukur në jetë se sa Zoti ta falë një fëmijë.